Mbrëmja e djeshme solli një surprizë të fortë për fansat e Big Brother Vipëllbenja 5. Banori më i ri që hyri në shtëpi është Rogerti, një gazetar i njohur sportiv i cili ka ardhur për të sjellë një tjetër dimension drame dhe konflikti në këtë sezon. Që nga momenti i hyrjes së tij, Rogerti ka shkaktuar tension mes banorëve, duke u përfshirë në një debat të ashpër me Kristin dhe Angelon. Gjatë një bisede, ai nuk ka hezituar të quajë Kristin Big Baby, duke akuzuar se gjithmonë kërkon vëmendje ndaj dhe ka shpërthyer një debat verbal intensiv mes tyre. Dhe me Angelon, Rogerti ka pasur shkëmbime të forta fjalësh. Ai e ka quajtur Angelon La Bubu dhe e ka sfiduar vazhdimisht duke i shtuar edhe më shumë tension mëngjesit të sotëm. Por as këto debate nuk janë të vetme dinamike që ai ka nisur brenda shtëpisë. Rogerti ka bërë edhe komunikime të ashpra ndaj Brikenës, duke e përshkruar si lider të dështuar dhe duke komentuar situata të ndryshme brenda shtëpisë që kanë krijuar reagime të ndryshme te banorët e tjerë. Sipas disa aludimeve që kanë nisur në rrjet, Rogerti mund mos jetë futur thjesht si një banor i zakonshëm, por me një mision brenda shtëpisë, duke pretenduar se synon të ndikojë në marrëdhënien mes Selinës dhe Mirit, dhe pse detajet të plota rreth këtij pretendimi nuk janë konfirmuar nga produksioni. Me debatet që vazhdojnë dhe tensionet që po rriten dita ditës, Rogerti duket se nuk është thjesht një banor i ri, por një nga personazhet më provokativ të këtij sezoni deri më tani. Publiku tashmë po pret me padurim zhvillimet e radhës dhe si se do ndikojë kjo figurë e re në lojën brenda shtëpisë. Për të informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.